Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në televizionin Arbëria. Sot ishte tentativa e 20 për të zgjedhur kryetarin e Kuvendit të Kosovës, prapë dështoi. Po ashtu dje ndodhen disa zhvillime ku grupi apo forumi intelektualëve E30 ju bashkua nisme social-demokrate. Për të diskutuar lidhje me këtë ngjarje, kemi të ftuar profesor Artan Imonin, i cili ka qenë udhëheqës i grupit të forumit intelektualëve E30. Përshëndetje, prof. Faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit për mundësinë dhe për punën e palosme dhe vazhdueshme si përbërjen e shërbimet të qytetarëve. A mund të themi me plot gojën që tani Kuvendi i Kosovës është bërë cirk. Shko 5 minuta, del jashtë edhe mbaroi seanca. Si po shihen këto zhvillime? Si duket, Kuvendi i Kosovës ka në synim që të futet librin e gjenis për dështime, ndoshta për shkak të dështimeve të vazhdueshme 4 vjeçare të qeverisjes, po do me vazhdues dështimin edhe në këtë legislaturën e re, dhe si e tillë vërtet u bën e nevoshme, padurueshme dhe për opinionin publik është bën një teatër pa aktor, por që deputetët po luajnë rolin e tyre vetëm me statiken, por jo edhe duke folur ose duke tentuar që gjejnë zgjidhje për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Duket që tani edhe debati, diskutimet publike janë shtrirur për faktin që po përsëriten të njëjtat ngjarje. A mund të ketë konstituim të Kuvendit dhe zgjedhje të kryetarit ose kryetarit të Kuvendit pa marrëveshje politike mes subjekteve politike? Po 20 herë u testua që të arrihet konstituimi i Kuvendit pa marrëveshje politike. Dhe kjo u po qartë se nuk mund të realizohet. Einstein i thotë veç një i çmendur pret që me mustra të njëjta të ketë rezultate të ndryshme. Prandaj, këtu janë mustrat e njëjta. Është një njëjti pozicionim politik i partive politike, ish qeverisë ose ish opozitës, dhe çdo ditë e më tepër është duke shkuar në dëm të interesave të Kosovës, në dëm të interesave të qytetarëve të vendit dhe në dëm të në dëm të vetë qëndësisë së Republikës Kosovës. Unë nuk shoh shpejt në zgjedhjet e Gershit pa hequr dorë nga kryenësia e partive politike. Kur instituta Einsteinin e përmendet që vetëm një i çmendur, kush mund të jetë ky i çmendur në Kuvendin e Kosovës që po bllokon? Po shikoj, nuk po flas për persona të veçantë, por përgjegjësia për zblokimin e institucioneve të Kuvendit ndodhet te partneri i madh, ndodhet te fituesi i zgjedhjeve. Dhe fituesi i zgjedhjeve relative në këtë rast, lëvizjave të vendosura duhet dhe obligativisht është detyruar që të gjejë zgjidhjen në përputhje me normat ligjore juridike në vend dhe jo të serviret i njëjta formë, madje edhe të ndrohet gjatë rrugës forma e votimit, me vetëm qëllim që të prolongohet dhe të shtyhet sa më tepër konstituimi i institucionit. Unë nuk e di realisht interesi kujt është, nëse zoti Kurti ka interes formimin e qeverisë, atëherë do duhet që të krijojë marrëveshje politike dhe do duhet që të ketë një mirëkuptim me forcat caktuar politike dhe të ketë një stabilitet qeverisës ose një qeveri të pakicës apo një qeveri të afatgjatë, për shkak se ju e dina mirë filli se prilli është edhe një deadline tjetër, prilli i vitit që të vjen, ku mund të ketë zhvillime të reja. Zoti Imoni, kemi këtu 2 variante. E para mund të jetë që këto shtyrje janë të qëllimshme nga partia më e madhe në këtë rast, edhe kemi variantën pa aftësi për të formuar apo për të zgjedhur kryetarin e Kuvendit. Pse është e para e qëllimshme, dihet që është e qëllimshme. Sepse nëse nuk është e qëllimshme, atëherë do duhet që të ketë alternativën B, që kryetari i klasës nuk mund është më zgjedhur nëse nuk i merr 2 herë votat. Se le mo kryetari i parlamentit. E tha dhe ambasadori gjerman që edhe lojtari që tregon performancë do të ndrohet nga trajneri. Pra, po du më folë në formën e alegorismit vetëm i qëllim që të quhet një mesazh të opinionit publik, sepse Kosova është më e madhe se të gjithë anëtarët e parlamentit bashkërisht. Dhe
Qëllimi i këtyre njerëzve të zgjedhur në Parlamentin e Kosovës do të ishte zgjedhja dhe ofrimi i zgjidhjeve për Kosovën, nëse ju për ne të gjallëve do duhet të bëhet për dëshmorët dhe herojtë e kombit që kanë kriju atë parlament. Dhe fal gjakut dhe luftës tyre është krijuar parlament. Dhe fal sakrificave të brezave tonë. Dhe jo të tallen dhe të kthehet në një cirk neveric për opinionin publik Parlamenti i Kosovës. Nga 9 shkurti deri më 7, pas rezultatit është mundur apo ka mundur që të bëhen bisedime me subjektet politike edhe deri të kryerja ankesa dhe certifikimi i zgjedhjeve, është mundur që të dilet me koalicione që të qeveriset. Tani jemi pothuajse në javën e fundit të muajit maj dhe prap nuk kemi as marrëveshje politike dhe prap nuk kemi as elemente që quhen në zgjedhje. Unë si po e shoh, nuk ka përpjekje serioze për të dalë nga ky ngërç politik. Kemi pas disa raste kur partitë caktuara politike kanë dhënë sinjale, kemi rastin e Aleancës për Admërinë e Kosovës, e cila ka ofruar emrat përveçëm që mund t'i mbështes. Kemi rastin e sot, ishte prapë edhe në përrëndësim tjetër, zot Haradinaj që akceptoi edhe zotin Konjuca që mund të votohet. Kemi përrëndësimin shumë publik dhe shumë të qartë të Partisë Demokratike të Kosovës, që do ta mbështesim cilën do propozim të lëvizjes vetëvendosje, vetëm me kush që mos tjetë pjesë e ish kabinetit qeveritar. Kështu që ishte fillimisht një dakordim, po thuaj absolut, i partive jo serbe nga rrata e minoriteteve dhe me akuzat panevojshme zoti Kurti i largoi prej bashkimit. Në vend se t'i ofron, i largoi, duke i thonë që ju jeni njerëz të Radojčićit, ju jeni të atij, ju jeni të këtij. Unë shoh që tendenca e kësaj majorancë që është edhe pse jo legale ende, është që ta zvarris sa më tepër këtë proces, edhe pse benefitet e saj janë zero ose në minus. Deri kur të zvarritet ky proces? Çfarë sjell dobi për partinë më të madhe në vend lëvizjen vetëvendosje zvarritja këtij procesi? Apo çfarë po insiston lëvizja vetëvendosje në shtyrën e këtij procesi mos zgjedhjen e kryetarit të kuvendit? Nëse lëvizja vetëvendosje i sheh realitetin e terren, do duhet që një ditë përpara me i themelu institucionet. Sepse unë merrna me fushën e analizave statistikore dhe sondazheve, sepse ka rënje drastike të numrit të mbështetësve të lëvizjes vetëvendosje pikërisht për shkak të kësaj zvarritje. Por lëvizja vetëvendosje ka qëndrimet e veta, nuk don që ta ndroj propozimin vet, nuk ka numrat për ta kaluar propozimin e vet, kështu që jemi në një pat pozicion dhe në SHA ju e dini shumë mirë pozicioni i patit është që është një lojë e papërfunduar. Dhe kush merr tash kredit më tepër, kush merr kredit më pak, unë mendoj se qytetarët e Kosovës janë dëshpëruar dhe kam thonë në studio televizive që do u bë pastaj virale dhe u kesh interpretu, ose po presim me ndosë që ka ndodhur në parlamentin e Ukrainës me hi qytetarë dhe me qitë në kontenirat brëllogut, ose s'po di çfarë po presin. Unë befasu pse të fillur nga antarët dhe simpatizantë të lëvizjes vetëvendosje, PDK-s, AK-s, NISP-s, pse nuk organizojnë një protestë masive para parlamentit dhe mos lejojnë daljen e deputetëve nga salla përderisa nuk zgjidhet ky problem komplet teknik, komplet i pakuptueshëm për qytetarët pse ka ndodhur. Qytetarët kanë folur me nëntë shkurt, kanë zgjedhur njerëzit e tyre, por subjektet, udhëheqësit e subjekte politike po bëjnë politikat e tyre në një formë ose formë tjetër. Nëse shohim edhe partitë ish opozitare, nuk shohim qëndrim të prerë lidhur rreth kësaj apo këtij problemi të krijuar. Nuk shohim partitë opozitare që të adresohen gjykatës kushtetuese me problemin e krijuar. Nuk shohim konsistencë të partive opozitare në qëndrimet e tyre. Javë pas jave qëndrojnë, herë votojmë këtë kandidat, herë se votojmë këtë kandidat, megjithatë kryetari i kuvendit është një lloj moderatori që do të vijë nga lëvizja vetëvendosje dhe kushdo që të vijë nuk besoj që mund të del jashtë agjendës politike të Albin Kurtit. Po shiko, një fakt është, e kena folur edhe në këtë studio bashkërisht, fituesi i zgjedhjeve është lëvizja vetëvendosje, ndonse fitues relativ. Populli i Kosovës, jo si para 4 viteve,
po këtë vit i tha që ti je për të qeverisur vendin, për jo vetëm. Dhe të duhet me pas edhe një partner tjetër. Po flas statistikisht bazë të numrave të fituar në Kuvendin e Kosovës. Dhe lëvizja vendosur po mduket ende është në atë agonin e pritjes së 500 k-ve dhe ka ik nga rezultati tashmë është certifikuar. E kemi një subjekt politik të mbështetur edhe nga parti tjera, që ka dërgu lëndën e gjykatën kushtetuese dhe dje ishte një lajm i mirë mendoj për institucionet, kur gjykata kushtetuese ka pranu si lëndë, por tash problemi është sa mund ta zvarrit në aspektet kohore, nuk e di, ka edhe aty një limit kohor, por megjithatë unë nuk shoh një zbërthim të këtij ngërshi pa një akt vetim gjykatës. Kjo ka kërkuar që a mund të ndryshon forma votimit nga hapur në të fshehtë, por nuk ka kërkuar që a mund të përfundon. Ka disa pyetje, ka dhe pyetje se sa herë mund të kandidojë një kandidat, ka disa pyetje që në tekst e mbrëmi i pashë zyrtare e aleancës i prezantoi, ka dhe disa pyetje të tjera që unë mendoj se ato pyetje mund të japin një zgjidhje, por këtu nuk ka problem juridik. Dhe kur s'ka problem juridik, ka problem politik. Problemi politik zgjidhet me mjete politike. Unë i kom taku hartuesit, disa prej hartuesve të Kushtetutës së Kosovës dhe i kom pyet konkretisht për këtë punë. Dhe ata thonë që Kushtetuta e Kosovës është shumë e qartë, pra është ndërtuar për njerëz që duhen me lexu, njerëz që duhen me kuptu, jo për ata që duhen me pengu dhe me sabotu procesin. Zoti Nimoni, dje Forumi Intelektual E30 ka adheruar tek subjekti Nisma Social-Demokrate. Çfarë ndodhi dhe si ndodhi ky adherim i këtij grupi intelektualëve tek Nisma Social-Demokrate? Ishin në një listë të përbashkët në zgjedhjet parlamentare, ndërsa nga tani jeni në subjektin Nisma Social-Demokrate. Shiko, kjo është vazhdimsi e një koalicioni parazgjedhor që kemi nënshkruar vitin e kaluar bashkë me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën Social-Demokrate. Ty i pa rrethonat politike dhe mundësi të organizimit, ne kemi kuptuar që është edhe për shkak të problematikave ligjore me sistemin tonë zgjedhor dhe pragin e përcaktuar nga ligji mbi zgjedhjet, ne kemi kuptuar që si iniciativë vetme është e pamundur që të japim kontributin tonë dhe kemi menduar se duke u bashkuar me Nismën Social-Demokrate, pasi që e kanë kongresin tash ditën e diell në ora 13, aty mund të hartojnë politikat e përbashkëta dhe me dakorduar me leadershipin e Nismës që të hartojnë politikat e përbashkëta programore, organizimin e përbashkët dhe platforma jonë që ka qenë një platforma unë mendoj më e mira në procesin zgjedhor të implementohet në programin politik të këtij subjekti politik dhe të ecim bashkërisht në drejt të synimeve tona. Hapësira krijuar brenda Nismës Social-Demokrate, por edhe në anë tjetër mund të themi edhe nevoja që Nisma Social-Demokrate ka për një përforcim na ka bë më të përafërt që të ecim bashkërisht. Ndoshta edhe ka pak raportet nga kaluara jone përbashkët politike, kështu që jemi komod dhe besoj që do të ecim drejt përgatitje për zgjedhjet lokale, por edhe për zgjedhjet të mundshme të përgjithshme. Çfarë mund të presim nga ky bashkim i Forumit Intelektual me Jo vetëm Nismën ky, Social-Demokrate? jemi në negociata edhe me disa subjekte të tjera, sepse qëllimi jonë është se Nisma Social-Demokrate në formulën aktuale politike me pragën zgjedhor ka nevojë edhe për një përforcim tjetër dhe jemi duke punuar intensivisht që të rritet ky bashkëpunim dhe të krijohet një edhe më tepër të rritet si koncept politik, por edhe të zgjerohet me personalitetet tjera, por pse jo edhe me subjekte tjera politike, që nuk mund të kalojnë pragën të vetme. Disi, në një intervistë që kemi pas pikërisht në këtë studio, me njëherë pas zgjedhjeve të nëntëshkurtit, keni mbajtur një qëndrim disi si neutral dhe përbashkues mes AOK-s dhe Nismës. Kam provuar vazhdimisht me këtë. Pse e zgjedhët e Nismën nga AOK-ja që të shkoni? Shiko, me fol shumë sinqerisht, ne kemi pas disa takime të rregullta të kryesisë së forumit dhe strukturave tona, dhe edhe në emën të demokracisë, shpesh demokracia i ka rregullat e veta. Shumica anëtarëve të forumit kanë mbështetur konceptin që të bashkohem
me nismen për shkak ndoshta edhe të hapësirës më të madhe, por edhe të nevojave që ka vendi që nisma të jetë në Parlamentin e Kosovës dhe të jetë në institucionet e Kosovës. Sepse Aleanca për Admërinë e Kosovës me gjithë ato është parti shumë ma konsoliduar, është parti ma madhe politike, është parti që qeveris me 5 komuna të vendit, dhe ndoshta ndihma ma madhe e jona është aty ku jenë një forcë pak ma vogël dhe që ta mbështesim që edhe nisma edhe Aleanca për Admërinë e Kosovës të jenë forcat të cilat nuk e kanë problem pragin zgjedhor. Është folur shumë në opinion, tani jeni pjesë e nismas dhe padyshim që keni informacione më të shumta se ne, që nisma është afruar me lëvizjen vetëvendose për një koalicion të mundshëm. Bile ka pasur mendime dhe opinione në fillim të konstituimit të Kuvendit të Kosovës që kryetari i Kuvendit do të jetë Fatmir Lima. Ndodhi diçka e papritur që ndryshoi çdo gjë. Pastaj në vota që kërkohen për zonin Albolena Haxhiu, nisma social-demokrate nuk e votoi asnjëherë. Ku qëndron e vërteta këtu? Për shkak disa gjëra janë thonë në opinionin publik, i ka deklaruar ish kryeministri Kurti, tash deputeti ose kryeministri në detyrë, nuk e di ç'është mi thonë, është i lishëm apo i palishëm, ka pas disa takime, negociata dhe nisma social-demokrate ka qenë e gatshme të paktën para sa unë e di, që të marrë përgjegjësinë e vet si kryetari i Kuvendit, zoti Limaj. Por nuk ka pas në marrëveshje politike, as zoti Limaj pas zoti Kurti nuk e kanë deklaruar një marrëveshje politike që kanë bashkarisht për qeverisjen e ardhshme. Prandaj ndoshta më së miri do të ishte që edhe zoti Limaj po edhe zoti Kurti ta thojnë në opinionin publik çka kanë biseduar, sepse bisedimi nuk ka qenë, të paktën nuk ka qenë publik dhe mediatik, dhe nuk është as në etikën time, as në kodin politik që të flitet në bazë të gojdhana, në bazë të shëtheme. Ndonë se mund t'jenë edhe për 2 akterve ato fjalë, por ne dhe ne nuk jemi i autorizuarit që të shpalos ma tepër çka kanë diskutuar mes veti, por e di që nisma social-demokrate ka pas një parafrem për shkak se vota atyre ka qenë abstenuese. Dhe përderisa vota atyre është abstenuese, kjo të lënë me kuptu që jemi në pritje të një marrëveshje, të paktën në shto kum lexu politikisht. Kështu që nuk e shoh shumë gatishmërinë e lëvizjes vetëvendosje në këtë fushë. Të paktën sot ka pas edhe disa prononcime tjera dhe dje edhe të aktorëve tjerë ose të partnerëve tjerë të heshtur të vetëvendosjes që thonë që nuk mundesh me 3 deputet me kohën kryetare. Pikërisht këtë deshta ta themi zotrin Imani për faktin që Albin Kurti për opinionin publik në një intervistë për radio televizionin e Kosovës ka folur në 2 forma. Në një anon ka deklaruar disa herë komandant Çeliku, ende, në anën tjetër po parafrazoj kështu që zoti Limaj insistonte me 3 deputet të merrte kryetarin e Kuvendit ku lista guxoi ka 6 edhe ne nuk mund të vëmë. Pastaj sot deklarat ka pasë ministra në detyrë e punëve të jashtme Gërvalla, po të njëjtën gjë e ka deklaruar në këtë farforme. Ku qëndron këtu? Bie shumë mirë. Nuk po duan 3 votat e nismës, bënë zgjedhje kryetare e parlamentit. Pra kjo është matematikë elektorale shumë e thjeshtë. Shpesh herë në jetën e përditshme na kanë mësu përvoja përditshme, puna jonë edhe institucionale, edhe në mësimdhënie që në shumë raste ka shumë rëndësi një partner i vogël për me të kaluar diçka më të madhe. Nëse nuk e ka patë arsyeshme zoti Kurti që i duhen 3 votat e nismës social-demokrate, le ta vazhdojnë koalicionin. Unë bile kam qenë idhëtar edhe bashkë me ty në studio se koalicioni krijohet është mirë kryer një subjekt shumë të madh, që me pas stabilitet institucional. Por tash i ki 3, ose i ki 4, ose i ki 6, ose i ka 8, kjo është çështje tashmë e matematikave. Dhe përderisa matematikat shumë ma përgjithshme, duhet me qenë minimum i gjartë e ne, është thjesht me mu i bën gjartë e ne, ose si bën gjartë e ne. Por jo, unë mendoj që problemi është se zoti Limaj do të merrte, unë kam thonë publikisht, zoti Limaj do të merrte vota shumë edhe nga parti tjera politike në rast se kandidohet për kryetar parlamenti. Tash pse
ka ndryshu kjo, edhe unë sikur ju, e kum përcjell edhe nga mediat, edhe nga burimet tona, që ka pas një akordim para prak, por që ende nuk u dal në... Megjithatë, nuk e mbylli derën zoti Kurti kur deklaroi që ne jemi të gatshëm të ofrojmë pjesë në qeverisjen Kurti 3 nga subjekti nisma. Po shiko, në atë intervistë kishte shumë drejtëhije, e kum përcjell me shumë kujdes të zotit Kurti, sepse ma shumë tentonte që të parasiti si parashikuesi ngjarje se sa si aktor dhe aktor që duhet me lujt lojën. Dhe nuk mund të thuhet që unë jam i gatshëm me të mbështet ty për qeveri, por ju votom në kryetarin e parlamentit. Nuk shkon kjo në një farë veresie që shtojnë në gjuhën popullore. Duhet paraprakisht që të sigurohesh votat. Asnjëherë në Republikën e Kosovës nuk ka ndodhur me shku në parlament një partia fituese e zgjedhjeve pa pas të sigurt koalicionin pas zgjedhor, pa i pas të sigurt numrat. Ky po don me hyrë në konceptin që votojmë në kryetarin e parlamentit, pastaj ne do të ulemi dhe diskutojmë. Dhe tendenca është, unë mendoj që tendenca është e qartë. Do që ti lodh partit, por po shifet që partit tjera ish opozitare janë të barrikaduar rreth qëndrimit të tyre dhe nuk kanë ndonjë lëvizje, nuk shihet që të ketë ndonjë ndryshim në rezultate. Në skenarë të ndryshëm, të mundshëm që mund të ndodhen nëse do të zgjidhet dikush nga lëvizja vetëvendosje në këtë rast Zonja Haxhiu, kryetare e Kuvendit, a do të jetë pjesë e qeverisjes Kurti 3 nisma socialdemokrate? Nuk i di për qëndrimet të nismës socialdemokrate, por nuk besoj që ka kushte që në këtë most mosbesimit që ndodhet mes Albin Kurtit dhe krejt spektri tjetër politik, nisma socialdemokrate do të jetë pjesë në ndonjë qeveri. Nuk i di, ato me siguri ditën e diell është kongresi i partisë dhe marrin qëndrime dhe orientimet politike. Nuk i di cilat janë qëndrimet politike sepse nuk ka vesh një ditë që jam zyrtarisht pjesë e përbashkët e këtyre dhe nuk e di cilat do të jenë e ardhmja orientuese e partisë nismë socialdemokrate, por mendoj që Kosovës i duhet një qeveri e spektrit të gjerë politik dhe jo një qeveri e cila është si ta them, qeveria pakicës, që nuk do të mund të vazhdonte më tepër se sa deri në prill të vitit të ardhshëm. Qeveria e spektrit të gjerë politik, çfarë nën kuptoni? Gjitha subjektet politike në një qeveri apo lëvizja vetëvendosje një parti madhore dhe ndonjë tjetër apo si? Unë do ta kisha preferuar që të ketë një qeveri të opozitës. Qoftë dhe afat shkurtër, si qeveri opozitës, për shkak të ndrimit të kësaj logjike qeverisëse. Por për vendit do të ishte mirë që të jetë një qeveri cila i ka së paku 81-82 deputet. Dhe kjo dihet matematikisht me kom të arrihet. Mund të arrihet me Partinë Demokratike të Kosovës, mund të arrihet me Lidhjen Demokratike plus nismën Aleancën ose por jo me pa këto. Ndërsa qeveri e opozitës do të ishte për mendimin tim një kapërcim i mirë deri në zgjedhjen e presidentes dhe do të mund të riorganizohet dhe të kemi një, por një është më rëndësi. Unë mendoj që Albin Kurti dhe vetëvendosjen as në qeveri dhe as në opozit nuk duhet jetë vetëm. Nuk duhet jetë vetëm, qoftë si qeveri, qoftë si opozit. Do të nimoni, a ishte taktizim i zotit Kurti apo shpejtësi e zotit Limaj afrimi mes këtyre dëve me njerë pas zgjedhjeve, sepse ishte takimet e zotit Kurti me zotin Limaj, të cilin një farforme u thy ajo mendësia apo mendimi që partit opozitare do t'janë bashkë. Thyrja e hertës nga zotin Limaj e bërë disi të që akordohet opozita dhe të mos ketë besimin për faktin që i mungonin numrat. Dhe tani kënë metur në një farë pozicioni pat. Unë nuk mendoj për një arsye. Ndoshta ka qenë e hershme deklarata e zotit Limaj që jemi gatshëm që të ulet për diskutuat, por kjo është një larg pramësi politike sepse u detyruan me ul bashkë me bisedu. Por ne kemi edhe qëndrime tjera të deputetëve individual të partive tjera politike që në asnjë variant nuk e mbështesin qeverinë e kush LDK me PDK-n bashkë.
kryesisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe unë nuk mendoj se 3 votat e zotit Limaj e kanë pengu bashkimin opozitar, bashkimin zyrtar. Megjithatë, këtu po luhet me 1 vot, po themi me 3 më shumë, sepse 1 vot po është përcaktuese. Po, sepse ky i pari ka 48. Prandaj po pjesa tjetër duhet i pari plus i dyti plus i treti plus i katërti plus minoritetet. Pra, jeni 3 plusa mbrapa të parit. Ndërsa televizave vendosja, matematika e numrave jepat mundësi. Por, unë mendoj se problema i madh i mos bashkimit formal, juridik, me një marrëveshje, ka qenë pikërisht abdikimi i Abdixhikut. Mendoni që zoti Abdixhiku ka qenë Zoti Abdixhiku publikisht ka deklaruar që populli i Kosovës në intervistën e parë thotë Lidhja Demokratike ja ka dhënë besimin që të jetë në opozitë. Megjithatë ka qenë i papërcaktuar në një farë formën tjetër. Në deklaratën e dytë thotë ne mund të negociojmë nëse kena postën e kryeministrit. Pra, ishte një pastaj vendosja 2 herë tentoi që ta josh lëvizjen LDK-n që të jetë pjesë e qeverisë. Në 2 rastet morë përgjigje negative dhe madje tashpra ose në gjuhë të njëjtë se si kishte kërku Kurti. Se Kurti megjithatë i kërkoi bashkëpunim, por ja përmend këtë 3-4 raste të kësia. Dhe LDK në njëjtën formë i refuzonte dhe ja përmendte 3-4 raste pse s'do të më konë me ju. Por çelësi i këtij problemi është në dorën e Albin Kurtit, po jo të tjerëve. Zoti Limoni, keni qenë në rrjedha, keni qenë në një listë përbashkë me listën e OKN-Nisma, çfarë ndodhi që të prishet ky koalicion aq shpejt ku është parë apo nuk është parë për opinionin shumë qarje mes tyre dhe me njëherë pas e zgjedhjeve ndodhi një qarje që tani shohim edhe akuza bukur të rënda nga partneri apo nga një listë e përbashkët që kanë rrëktuar me muj të përbashkët dhe krenaria apo para opinionit që janë shitur listë e generalëve, listë e komandantëve, listë e vlerave kombëtare, ndodhe pikërisht në këtë listë, më pas të ketë kjo ndarje, edhe sot shumë që një deklaratë nga AOK-ja thotë që unë zotin Limaj nuk do të votoj për faktin që ja ka shoh shumë zotin Kurti. E këto ka thonë Naiti. Po, zotin Hasani. Shika, sinqerisht, do të jemi shumë sinqert. Ne jemi bashku diku në janar, në fund janarit e vitit kaluar me Aleancën për Admërinë e Kosovës dhe Nismen, kemi në këtë koalicion të përbashkët si 3 forca, dhe për 1 vit të më tepër, ka 1 vit të 2 muaj afërsisht, kemi funksionu shumë mirë, kemi pas një koalicion të ndërtuar në bazë të matematikës të para përcaktuara, fushata elektorale ka qenë mirë, të gjithë bashkarisht kemi kërkuar ndryshimin dhe ndrimin e spektrit politik aktual. Nuk kam pas ndonjë pakënaqësi ose të paktën na si partnerët ndoshta më të vegjël nuk e kemi pa, nuk ka pas ndonjë pakënaqësi. S'po në opinion nuk është rrejtë. Jo, nuk flas për opinion, po flas edhe për takimin e katëshës që kena pas. Pastaj edhe lista ideale që u bashku forca 5, nuk kemi pas asnjë mosmarrveshje, qoftë ndarja e numrave, qoftë ndarja e komisionerëve, veshguzëve, do të thonë çka ka qenë e përbashkët, nuk kemi pas ndonjë pakënaqësi. Rezultati zgjedhor ka dalë si ka dalë, u pa që 2 forcat politike janë orientuar te struktura e vet politike, jo edhe te partnerët e koalicionit, si pasojë edhe ne kemi pësuar dhe unë mendoj që të 2 forcat politike kanë përfituar nga partnerët më të vëgjël, sesa që na kemi përfituar nga ta, por megjithatë ka qenë procesi zgjedhor, ka qenë shumë demokratik i mbrëmshëm, nuk kemi pas vrejtje rreth numërimit votave dhe ka ardhur deri te rezultati zgjedhor. Tash, te rezultati zgjedhor, zoti Haradinaj kom dëgjuar thotë që kemi hatërmbetje pse zoti Limaj nuk na ka informuar. Zoti Limaj deklaron që nuk kam thonë asgjë tjetër veç që kam kërkuar urgjencën për të ulë tonë bashkë për me kriju institucionet, por është një farë mos, unë mendoj më shumë e quaj mos koordinim mes këtyre 2 generalëve që i përmendën po, 2 komandantëve, 2 shokëve të mitë të luftës dhe të paqes, një mos koordinim i tyre dhe sepse asnjëri prej tyre nuk kanë armiqësi mes veti.
raportet personale, por që në raportet politike ku pas se ka një ftofje të raportet politike, dhe si e tillë kanë vendosur se të ndajnë rrugë. Kur ndajnë rrugë dy partnerë të ndajnë, të gjithë që janë më të vëzhgël, zgrat ndame. Çfarë mesazhe kanë te qytetarët ku dy bashkëluftëtarë, dy njerëz të luftës, të sakrificës nuk kanë mundur të rrugtojnë bashkë, ndërsa kërkojnë strej të gjenë tek një njeri që shpeshherë kanë akuzuar që ka përbuzur këto vlera të luftës. Të cili, të zoti Kurti? Të zoti Kurti. Unë nuk mendoj se në ndonjëri për tyre as më pak, zoti Haradinja ka qenë shumë i prerë raport me zotin Kurti. Megjithatë, zoti Haradinja ka mojtur një qendrim deri më tani që nuk do të ketë. Qendrim shumë, tash nuk di sa mund të thonë borëror, por qendrim tamam të leadershipit të tij që jam kesi aktiv vendit, njeri kështu është zoti Kurti. Nuk kum pa deri më sot unë një qendrim të zotit Limaj që ka lavdruar në një ambient politiken dhe qeverinë e zotit Kurti për 4 vite të ardhshme. Të paktën unë nuk e kum pa, nëse ju si media e keni pa diçka tjetër. Nuk e kum pa asnjë qendrim politik të zotit Limaj që e lavdron për një punë të mirë që u bën këto 4 vite të qeverisjes. Megjithatë kemi parë që ka japur bukur kritika të mëdha ndaj zotit Kurti për 4 vite. Edhe nëse akuzon për 4 vite që ka bërë dëm vendet dhe më pas i afrohesh shqiptarit, çfarë mesazhi shkon për qytetarët? Për në bazë të numrave që po shohim na dhe votimin në parlament, po shihet që nuk ka afrim. Ka një neutralitet të zotit Limaj. Zoti Limaj ka thonë që jam i gatshëm për, të paktën siç ka deklaruar zoti Kurti vet, për një platformë politike për zgjidhjen e problemit për kryetarin e parlamentit, por jo edhe për bashkëqeverisje. Të paktën që kjo është publike deri më sot. Dhe sikur të jenë krejt të afërt mes veti, Limaj dhe Haradinja nuk do të kishin dy parti politike. Pra megjithatë ato kanë janë dy parti të ndryshme që kanë interesat të tyre politike, kanë interesat për mua krejt legjitime. Pavarësisht sa pajtohena me pikërisht që kanë subjekte politike të ndryshme, por forma e afrimit me zotin Kurtit, kjo ishte ajo përplasja më e madhe. Zotin Limane, cila është zgjidhja, cilat janë skenaret e mundshme që mund të ketë që Kuvendi i Kosovës të zgjedhë kryetarin dhe të vazhdojnë në zgjedhjen e qeverisë së re? Unë mendoj që do duhej zoti Kurti një ditë më parë të del nga Jaremllaku, nga ky klop politike që ka përfshi, dhe ta shoh që nuk mund të zgjidhet një problem politik me ofrimin e rrugëve këndse juridike. Problemi është politik, duhet me zgjidhet në formë politike e para. Të lëshoj dhe të gjej dhe të akomodoj një prej partive politike në strukturën qoftë për parlamentin, qoftë për ekzekutivin e ardhshëm. Nëse mendon 4 vjeçarin duhet të ketë një forcë, një plus një forcë, që të sigurohet 80 votësh për në prilin e ardhshëm, nëse jo të ulen edhe një herë bashkërisht dhe të konstituojnë parlamentin dhe të shpërbëjnë parlamentin e që të shkojmë zgjedhje. Ndoshta zgjedhjet janë zgjedhje. A do të ndroj numri në zgjedhjet e ardhshme që mund të bëhen shpejta, unë nuk mendoj që do të ndroj shumë. Por megjithatë, nëse janë dakord, atëherë nuk ka diçka të keqe, dakordohen për një datë fikse, konstituohet parlamenti, si të konstituohet më njëherë shpërbohet, sepse as zgjedhja s'mund të shkon sot, pa konstituuar parlamenti. Prandaj është gjetë kjo ngersi politik që as hapa juridik s'mundesh më marr, sepse janë probleme të kryera politike, jo juridike. Sa më shpejt që të komplet të ndorë të zotit Kurti dhe të lëvizjeve dhe dosje. Zotin Limani, faleminderit që ndatë kohë dhe opinionin për televizionin Arbëria. Faleminderit për ju dhe për mundësinë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.